Kërkesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të shtyrë samitin e planifikuar në Pekin me udhëheqësin kinez Xi Jinping zbe mundësitë për një bashkëpunim të mundshëm ekonomik mes dy vendeve. Lëvizja e Trump tregon se si konflikti i Iranit ka ndryshuar agjendën e tij të politikës së jashtme. Vonesa shtyri ndërtimin e marrëdhënieve dypalçe, pikërisht kur këto të dyja palë përfunduan bisedimet tregtare me rëndësi të lartë në Paris të hënën, duke hedhur themelet për udhëtimin e Trump në Pekin, fillimisht të planifikuar për në fund të muajit. Situata nuk është në rrezik dhe Pekini ende dëshiron të organizojë samitin për konfliktin SBA-Iran dhe vendimi i gjykatës së lartë mbi politika tarifore i kanë komplikuar këto përpjekje, tha Zhao Mingao, një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Universiteti i Shangajit. Një burim i njohur me bisedimet e Parisit tha para ditës së dytë të takimeve se Kina tregoi hapje ndaj blerjeve të mundshme të mallrave bujqësore amerikane. Të dyja palët diskutuan gjithashtu rrjedhjen e mineraleve të rralla të tokës, të kontrolluara kryesisht nga Kina. Gazeta shtetërore China Daily i përshkroi negociatat në një editorial si konstruktive. Zyrtar amerikan kanë dërguar mesazhe të përzierë në lidhje me arsyeën e shtyrjes së takimit. Të dielën Trump i tha gazetës Financial Times se mund të shtyjë takimin nëse Kina nuk ndihmon në zhbllokimin e ngushticës së Hormuzit. Të hënën sekretari i thesarit i SBA-s tha se Trump mund ta shtyjë udhëtimin për shkak të koordinimit të përpjekjeve të luftës, jo për shkak të kërkesës që Kina të ndihmojë në ruajtjen e ngushticës apo për shkak të ndonjë mosmarrëveshjeje tregtare. Megjithatë, pavarësisht vonesës, përparësia për të dyja palët është mbajtja e marrëdhënieve në një nivel të ekuilibruar dhe vazhdimi i planifikimit për një vizitë të suksesshme, than analistët.